Allahu po të thotë ty Zoti i gjithësisë. E fjala e tij është hak. Ai që çdo gjë ka dorën e vet. Ai që ta kompenzon dynja në ahiret. Apo po tret me shpenzuar rrugën e tij, e po tret mu angazhuar rrugën e tij, mu përbekur rrugën e tij, edhe ande gjë musliman duke hezituar, duke u hamend, duke kalkuluar, duke shikuar. Subhanallahu, nuk është turpi Allah xhallahu ala kjo. Ashab bani mejlis, një ajet ka zbrit, men dhe alladhi yuqridu Allah qardan hasanan. Kush po hin me Allahun, barç mi dhon Zotit. Barç Allahut më dhon, kush pi apo Allahut barç. Çka konzru Allahu sadakon. Prandaj kur dikush I jap fukaras, Allahu xhallahu ala është bashkëliti i apo. Subhanallah. Kush s'ka qef Allah më të bërç. Allah s'e të bërç kërkon po. Ata që në raport me çdo krijes ka kamat. Në raport me Allahun xhallahu s'ka kamat. Apo Allah thotë japi 10, ti kthej 100.000 aftë. Po kamat jo me mus s'ka kamat. Me Allahun xhallahu s'ka kamat. S'ka këto lejohet shumë fshimi. Lejohet me dhon barç për me ta kthy më shumë aftë. Dhe sigurisht ta kthen shumë dimensione. Jo vetëm që ti kthen parë, po më jap njëri të barçën këtë botë, apo 100 euro, ti jap ti kthen 100 euro. Më veç, më shumë as jap kurrë. Ja një falënderit ta paketon që atë me Allah është problem. Më shumë kurrë. Allahu më dhon barç. Ta kthen shumë fish ka dhon. Për 100 ti jap 100.000. Apo pastaj ti jap shëndet, ti jap bereqet në pasuni, ti jap mirën këtë botë. Plus asaj në ahiret, shikoj sa shumë fish. Nga sot gani ai ka këtë në dorën e vet. Edhe pat muslimanët hamenden, apo subhanallahu. Andaj nuk duhet në dhimbset asgjë në rrugën e lgani. Asaj këtë dorën e tij ka. Atë të gavunit këtë ai ti ka dhon, veç po hajt tash fitotim ato që kam ia punat. Subhanallahu. Nëse nas kim kurrë. Këtë është e ti. Apo këtë është e ti. Sigurisht dikush me t'i dhon si ski kurrë. Allah ta ka shembull më nat, po ka era me dëshamu dunjas ka pak mund me shty ka pakse. Apo para më kurrë hez njëri s'ka. Vjen dikush thotë, a ti dhoni 10.000 euro? Apo hade po do mall 10.000 euro, që si pajisje po do 10.000 euro, hade shit me ti blen 100.000 euro. Thotë dikush s'ka më sa bolla. A thot, po jo më se çapo hupti. Ti kur jesh? Unë po të do pajisjet e mia, po do 10.000 euro, bojnë. Çfarë po të do? Hajde mas i saati mushit mi. Mua mi 100.000 po ti paguaj. A thush kam hesaba? Kush e bën këtë punë? Allah po unë po ti do. A mi ti paguaj 700.000 aftë. A him tregti s'di arab se mos paharçit në valla. Subhanallahu. Hel gani që të botat aftë. Unë po ta dosh netën. Unë ta komon. Kthema ka pak dajpi vaktit të mpëme. Unë ta shumë fishaj. Pasurin që shto, deturin, këtë pitije kemë Allah. Po qka kemë na? Na kur gjës kemë? Na fukarat më të mëdhaj që ka egzistojnë në herë na jemë, aftë, njerëzit. S'kena na kur gjës, këtë pitije është, aftë. Edhe a i pëllat, a him trekti, aftë. Si harap që trekti me mune, këtë është e jotja. Eja trekti, aftë. Inna Allah shtera. Që ka? Allah e ka ble për besimtarve. E blera qka është? Trekti. Që ka? Inna Allah shtera. Wallahi kjo Kur'an është i mrekullueshëm kush e mediton, aftë. Shiko tek risku atje fillon surën Bakara apo wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kur vjen puna tek shpenzimi Allah thot nga ajo që na I kena dhënë, po na të kena dhënë, ata shpenzojnë. Ktu ka dhënë kështu apo. Në surën Tauba apo të ka bëu ty pronar. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Allahu ka bler nga besimtarët veten e tyre edhe pasurinë e tyre. Shikot ka unë tyne, jotja. Bi anna lahumul janna. Të thash jina në trekti. Po të adho, falë, së është e jamja kjo, keshe. Apo, shpirti e pasurinet është e jotja. Apo më jap ti mu, të adho gjennetin. Trekti po bojë më në mësë jopë. Edhe pët njerës të di të këshyrit, njerët jëmë të mënu, apo. Subhanallah. Me zotë në gjithësisë jetë të mënu, apo dënë asë më dënë,